Sekreti i vdekjes gjatë koncertit humbi ndjenjat. Flasim për shkak gjenetik pas humbjes së shpatit. Aktori Rezard Veleshnja, mik i ngushtë i Shpat Kasapit, ka zbuluar detajet tronditëse rreth ditëve të fundit dhe momentit tragjik kur këngëtari humbi jetën në Itali. Veleshnja rrëfeu se Shpati ka ndjerë shqetësim dhe humbi ndjenjat gjatë kohës që po jepte një koncert. Mike e tij, Selvia ish bashkëshortja, ka qenë pranë tij dhe u mundua shumë, por nuk mundi të bënte asgjë. Edhe pse ambulanca erdhi menjëherë, mjekët nuk mundën ta shpëtonin. Shpati ishte në Itali me Selvien për të kujdesur për djalin e tyre, i cili kishte probleme shëndetësore, duke treguar për kushtimin e tij si prind dhe artist. Aktori theksoi se Shpati gëzonte shëndet shumë të mirë, bënte kontrolle të rregullta dhe kujdesej për ushqimin. Dyshohet se shkaku është gjenetik, pasi edhe i atij tij kishte ndërruar jetë nga atak kardiak. Vetëm 2 ditë para vdekjes, ata kishin komunikuar dhe kishin diskutuar për pjesëmarrjen e Shpatit në Big Brother, një dëshirë që fatkeqësisht nuk u realizua. Veleshnja mbylli rrëfimin me emocion, duke thënë se tani na mbetet vetëm ta vlerësojmë Shpatin për gjithë gëzimin që na ka dhënë.